Të nderuar dëgjues të programit ton Mirëmëngjes Shkodër. Edhe më herët unë ançova të ftuarin tim për sot. Mirëmëngjes është zoti Alban Sekja, drejtor I drejtorisë së bujqësisë, zhvillimit rural dhe trajtimit të AMTP-ve në Bashkinë Shkodër. Natyrisht në një bisedë që do të përmbledhë mjaft probleme që lidhen me një zonë mjaft të gjerë, apo jo? Në fillim, zoti Alban, dëshiroj t'ju uroj mirëseardhje në studion Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit për ftesën një herë. Nuk ishe ardhur më parë në Mirëmëngjes Shkodër? Jo, kjo është era parë që I kam njerë në vit. Si ndjeheni në fillim në studion? Kret I komod, jam shumë komod. Kjo më vjen mirë. Gjithsesi, puna juaj është një punë që lidhet me një sektor mjaft të hapur, apo jo? Dhe shpesh ne themi bujqësia ka shumë probleme, shumë menaxhime që lidhen me një kohë fushate të gjerë bujqësore, por që gjithsesi e lidhen edhe me mjaft probleme sepse vetë drejtoria juaj ka detyrime ose detyra, objekte shumë të mëdha. Në fakt është një drejtori e re në Bashkinë Shkodër. Po, atëherë drejtoria e bujqësisë pranë Bashkisë Shkodër me kalimin ka 3 vite që është krijuesi drejtori I bujqësisë me reformën e re territoriale, ligji ngarkon disa funksionet të dhe funksionet që I po I citoj më poshtë në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe trajtimit të AMTP-ve, për mushjet të në detyrimeve që na sanksionon ligji, është kriju drejtoria e bujqësisë, zhvillimit rural pranë Bashkisë Shkodër, një drejtori e re që ka filluar nga fillimi, edhe është një diçka e re për Bashkinë Shkodër, se normalisht drejtoritë nuk kanë qenë pranë bashkisë. Po, gjithmonë funksionon drejtoria rajonale e bujqësisë në Shkodër, megjithatë me ndarjen e re territoriale duke ushtrirë Bashkia e Shkodër nga Alpet deri në Bregdet dhe duke përfshirë 10 njësi administrative, patjetër që një vëmendje të madhe do t'i kushtohet dhe fshatit dhe punës aty, apo jo? Po, je shumë e drejtë, Bashkia e Shkodër përfshin siç 11 njësi administrative, nga këto 10 janë njësi administrative të një është qyteti I Shkodrës, 10 janë njësi administrative në zonat rurale, nër këto janë 98 fshatra. Shpërndamja është mjaft e madhe, duke në shpërndamja mjaft e madhe, problematikat janë të shumta edhe të larmishme. Po ashtu edhe sipërfaqja tokës bujqësore për Bashkinë Shkodër është goxha e konsiderueshme. Është rreth 16.054 hektar tokë bujqësore sot në Bashkinë Shkodër. Një sipërfaqe vërtet e konsiderueshme, e madhe. Ne falenderojmë Zotin natyrisht që ndodhemi në një zonë të tillë të begatshme me të gjitha resurset natyrore, ku kemi malin, detin afër, liçenin, lumejt, por dhe fushat. Edhe sipërfaqen e pëllëzuar, kështu që natyrisht, po në fakt ku ndryshon vëmendja juaj nga se besoj se nuk jeni drejtori paralele me drejtorinë e bujqësisë në Shkodër. Jo. Edhe herë dosha thosha që normalisht që bujqësia është, ose si që kemi thënë dikur, është nërmarrje pa qati, edhe varet nga kushtet, gjithmonë nga kushtet e motit, edhe nga problematikat janë pra me thame të mëdha. Si funksione delegume drejtorisë bujqësisë ose Bashkisë Shkodër janë në funksione janë administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e rrjetit vadicë dhe kullus. Se me ligjin, me ndarjen territoriale në administrim të bashkisë kanë kaluar të kanalet e dyta dhe të treta si kulluse ashtu edhe vadicëse. Gjithashtu administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore janë detyrim përsëri ligjor I Bashkisë Shkodër, krijimi administrimi I sistemit informacionit bujqësor të kadastrës rurale për bashkinë përsëri është një detyrim ligjor. Detyrim tjetër ligjor është plotësimi I dokumentacionit
të pronësisë. Detyrim tjetër ligjor që përfshihet është edhe administrimi i shërbimit veterinar vendor për pjesën e delegume të saj. Me sa kuptoj, është një drejtori që rrok në fokusin e saj mjaft probleme që lidhen drejt për drejt me bujqësinë, zhvillimin, mirë administrimin, por edhe me probleme sociale që lidhen për zbatimin e shumë detyrimeve, shumë ligjeve, vendimeve, apo jo? Shumë. Aktualisht, cila është vëmendja përqendruar në këtë kohë, megjithse bujqësia është gjithmonë në fushat për shumë probleme, por cila është fokusi i problematikave më të fuqishme tani? Problematikat, si shtë edhe vetë, problematikat janë të pafundme në bujqësi, por fokusi i Bashkisë Shkodër, se për me pas një bujqësi të zhvillume, edhe me rendimente se normalisht, atëherë duhet siguru gjithmonë rrjeti Kullus edhe Vadic, sidomos rrjeti Kullus ja prioritarja, pa kullim tokash nuk jesë bujqësi zhvillume, edhe ruhet cilësia e tokës, edhe duke pas tokat kullume, edhe më shpejt vazhdon koha e mjelljeve, edhe krahas kësaj nevojat në bujqësi janë edhe për vaditje, se Shkodra është një vend bujqësor, jashtëzakonisht bujqësor, por edhe blegtoral, por normalisht bujqësia në shërbim blegtorisë gjithmonë. Si bujqësi. Keni prekur një temë mjaft të ndjeshme, për të cilën besoj se duhet të jemi me këtë sensibilitet për gjatë gjithë kohës, jo vetëm në kohën e përmbytjeve, jo vetëm në kohën e thatësirës. Pra, në qoftë se i shërbehet me vendosmëri, me një punë sistematike tokës, atyre rrjeteve që atë e furnizojnë dhe e kullojnë, e ushqejnë dhe e mirëmbajnë, atëherë patjetër që produkti do të jetë i mirë. Mund të më thoni, sepse gjithmonë kur bëhen përmbytje, ne na shkon mendja po kanalet kulluese, po problemet e tjera, zënjet, prishjet e tyre, mos pastrimi, si ndodhin, megjithse përpara se ta akuzojmë, përpara se të kërkojmë, duhet në radhë të parë të shohim se çfarë punë është bërë dhe çfarë problematika e shoqërojnë këtë punë. Atëherë, thash edhe herë në fillim, kullimi është pjesa më e rëndësishme, është paja e bujqësisë, kullimi i tokave. Duke e pa në këtë aspekt, me iniciativë edhe kryetarja e Bashkisë Shkodër, në bashkëpunim me një projekt Lviz Albania, edhe me ISDC-n, ka hartu të parin edhe me specialistat normal të Bashkisë Shkodër, që kanë punu për 6 muaj rresht, të evidentu komplet gjitha rrjetet kulluse, problematikat, nërhymjet, është hartu një plan veprimit i menaxhimit të kanaleve kulluse, i detajum për 3 vitet e ardhshme për pastrimin e gjithë rrjetit, një rrjet që shkan rreth 730 km. Ndiçka kanalet 2 dhe 3, si thash, se kanalet e para dhe kolektorët kryesor janë administrimin e pushtetit qendror. Ky problematika ka mjaft. Problematikat janë më të jashtëzakonshme. Dhe duhet më thonë që problematika që filloi e qysh kur morën me si funksione, ujitjen dhe kullimin që trashëgume, bashkia të thëmë drejtën nuk ka trashëgu as mjetin më të vogël. Vitin e kalum u blenën 2 mjete, në 2017, edhe ka fillu puna për pastrimin e kanaleve kulluse. Se 2 vitet për para, nuk është se bashkia s'ka punu, po ka punu janë pastru pak kanale, mjaftueshëm, si i thojnë, për ato vite, por pa mjetet e saj në dispozicion. Janë pastru për vitin e kalum, rreth 56 km kanale kulluse. Janë po ashtu, nuk kalon një zhvendëmarrjet edhe ujitja, se edhe për ujitjen, por pa flasim për kullimin, masalan po shpjegojmë edhe ujitjen, është bërë një punë mjaft e mirë. Kurse në këtë vit me këtë plan një detajum që po e përmendni, është i pari plan që bëhet për kullimin në Shqipëni. I detajum
Po, ju thatë që ka 730 kilometër. 56 kilometër në vitin e kaluar janë më pak se 9% do thosha. Nuk e di. Por unë si thash, vitin e kalum, mjetet janë blen gjysmë vitit. Edhe parashikimi për shembull për vitin për këtë vit që jemi sot shkon në 140 km kanalet dyta dhe treta. Për këtë vit që jemi. Këto dy mjete janë të mjaftueshme? Bashkia ke dalë një ashtu, Bashkia Shkodër ka parashiku vitin tjetër, se mjetet normalisht buxheti i Bashkisë Shkodër nuk është i madh, ka parashiku edhe vitin tjetër të blej përsëri edhe mjet tjetër të risë. Normalisht të mjete janë kushtueshme me vlerat më mëdha monetare. Faktikisht puna me këto mjete ku është përqendruar, në cilat zona, sepse ne trashëgojmë zona të përmbytura, trashëgojmë zona më të rrezikuara, nuk dua të bëj asnjë moment specialisten, po gjithsesi dua të pyes aty ku shpesh na ka trokitur problemi. Për momentin, në moment e leshi flasim, mjetet janë duke punu edhe punojnë pa orar, të them të drejten, edhe shtunë të diel, për me që është koha, janë duke punuar në njësinë administrative anë e Amalit, në Muriqen edhe në Bot. Edhe dhe me thonë, bëhet komplet, totalisht, rjeti i pastrum deri në fund të muajit, komplet ai rjet pastrum, se nuk Bashkia Shkodër në bazë të planit, nuk ka kërku me nërhyn kanale specifike, por me rjete, me sistem komplet të rjet, kanale është nërthurën, të dyta dhe të treta, po në bashkëpunim me bordin e lirë, që bashkëpunimi është i mirë për pastrimin edhe të kolektorëve të kryesor të tyne, që kur pastrot nërhyet me rjete, jo me kanalet veçanta. Po, me që jemi të kjo zonë, si shkon punët aty, sepse ishin gati 2 muaj në përmbytje. Cilësia e tokës, kullimi, në çfarë gjendje janë? Prodhimi? Na kena pa, dhe me thonë, se kena punu edhe vitin e kalum, mjaft njësinë administrative anë Amalit, sidomos në Bot për sëri dhe në Muriqen, po edhe ata, një pjesë që u ban bëjagi e mirë, i dha efektet dhe gjatë përmbytjes. Sa po nalën shkarkimet, uji u tërhoq jashtëzakonisht shpejt. Në kohë rekord, si asnjëherë tjetër. Por problematikat, se thash para muajin tjetër punume në njësinë administrative Gurizi, aty është bën një punë shkëlqyeshme, jashtëzakonshme, atë thonë edhe vetë fermerët edhe marrim bile edhe lavdërimet e tyre vazhdimisht sa shkojmë në terren e inspektojmë i punë që nuk është bërë me vite tona. Problematika ka. Problematika janë problematikë kryesore janë rrugët. Se çdo kanal ka dhe rrugën e vet, si thojmë ne bankina e kanalit. Për 30 vjet, për 30 vjet ato janë zonë me ndërtime. Pa leje që janë bimësia është jashtëzakonisht janë zhvillu pemë që na pengojnë shumë në punën tonë. Problematika tjera janë vendosja e mikalimeve që i thojmë pa kriter. Por shumë, dhe me thonë, kanalet, mesatarisht kanalet e dyta, minimumi më marrin mesatare shkojnë 10 vjet pa pastrume, kurse kanalet e treta që nga 88-89 pa pastrume fare. Nuk ka vu dorë kusht në për kanale, asnjëherë kanalet e treta, që shërbejnë jashtëzakonisht. Kanalet e treta janë kanalet më të vogla? Po, më të vogla. Në fakt, siç duket, banorët nuk janë shumë bashkëpunues? Thash me këtë plani veprimit që është bërë, është miratu edhe një rregullore. Të plani veprimit, pa rregullore nuk do kishte kuptim. Edhe rregullori u bën se edhe qeveria me vonesë nxorri aktet, të them të drejtën, aktet në ligjore për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit. Jashtëzakonisht me vonesë, edhe u bë bazuar këtë ligj që doli, edhe akte tjera u
bën një rregullore, si më miratuar në Këshill Bashkiak, edhe ky plan veprimi është i miratuar në Këshill Bashkiak. Në këtë rregullore atëherë detyron në mënyrë ligjore se cilin fermer që 4 metra nga bregu i kanalit, si i thojmë na, të mos ndërtojnë, të mos mjallin asgjë për punën, por problematika. Në të vërtetë çfarë ndodh? Problematikat deri tani nuk është se problemet nuk kanë qenë mjaft të mëdha. Problemet vogla që jena mundu i kemi zgjill, domethënë me bashkëpunimin, me pjesëmarrjen e komunitetit, me administratorët, me kryepleqt, edhe kanë qenë bashkëpunuese në fundit gjithë fermerët kanë kuptuar që është për vete ky pastrim. Është një shpenzim jashtëzakonisht i madh nga Bashkia e Shkodër, edhe fermerët kanë kuptuar që është shërbim. A mund të përmendim shifra, sepse natyrisht kjo është një investim i Bashkisë Shkodër, një investim pune, mundi që lidhet me këtë sektor mjaft rëndësishëm, do të thosha, sepse të mirëmbash tokën do të thotë të presësh natyrisht prodhimet prej saj. Në fakt toka e çfarë cilësie është? Toka thash, cilësia e tokës vjen të përmirësu në radhë parë krejt nga kullimi i saj. Se kullimi paranelon kryqëzimin, këndëzimin. A ka prodhime në zonat e përmbytura këtë vit? Jo. Prodhimi është tepër i dobët, kalon pasojat mjaft të rënda në ata zonat përmbytura. Duke qenë se është një territor mjaft i shtrirë, si i keni kontaktet me banorët, me shqetësimet, problemet e tyre? Jo vetëm në këtë kalova nga kullimi dhe ishte të prekshat edhe ujitjen i fitës. Edhe ujitja është mjaft ashtrjetike, sidomos për gjithë bujqësinë, domethënë është jetike. Edhe këtu Bashkia e Shkodër ka punu. Ka punu jashtëzakonisht. Jo pse jam unë drejtor, po është punu, domethënë përtej mundësive të saja. Përtej mundësive të saja ekonomike, si i thonë se specifik të kanalit kulluese, është se kanalet kulluese janë kanale që kërkojnë ndërhyrjes janë beton. Janë betonit. Kanë porta, kanë ura, sifona që i thojmë ne nga gjuha teknike, por për vitin e kaluar është bëjë mujtën pastrimi, a bëjë mujtën rehabilitimi i 17.3 kilometra kanale Valic. Me një kost mjaft të madhe. Në Gurzi, që është bëjë nga fillimi, se kemi trashëguar kanale që sot i gjejmë dhënë që s'kan kanë Valic, domethënë nuk edhe gjurma biles, edhe gjurma nuk ju gjenet, edhe janë bërë komplet beton, nga fillim deri në fund, janë rehabilitu komplet skemat ndryshme, ujitjet, për shembull Bardha e Bleran, Guri i Zi, po vlen të përmendem diçka tjetër këtu. Bashkia e Shkodër, se duke qenë se këto janë investime kolosale. Bashkia e Shkodër ka bërë një punë të jashtëzakonshme, të mos pas edhe projekte të gatshme, ka hartuar, ka bërë të gjitha projektet skemës ujitëse të Gurit Zi, që janë projekte të gatshme zbatimit. Është bërë komplet projektet e zbatimit të zonës së Bërdic, edhe një pjesë të Dajçit, që janë me rrjedhjet lirë, që i thojmë, projekte zbatimit që janë komplet gatshme. Bashkia ka, duke qenë thash që është një vlerë jashtëzakonisht e madhe monetare, ndërtimi i kanaleve të reja, që është diçka e papërballueshme me Bashkia ka aplikuar shumë herë pranë qeverisë në hapjen e thirrjeve me gjithë projekte. Ndërkohë këto projekte janë të gatshme janë të gatshme zbatimit. Vetëm financim. Ne kërkojmë vetëm financimin e këtyre janë projekte që është shpenzuar një shumë e madhe për hartimin e gjithë këtyre projekteve. Ndërkohë, natyrisht duke qenë një zonë kaq e shtrirë, siç është zona e Shkodrës, fjala e banorëve aty, shqetësimet e tyre si vijnë tek ju? Atëherë Bashkia e Shkodër
ka kriju një strukturë të tillë në pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditëse, ka kriju një drejtori e cila quhet drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore, që merret me pastrimin në bazë të projekteve teknike, të cilat i përcjellen drejtorisë, bën pastrimin dhe mirëmbajtjen e këtyre kanaleve. Ndërsa për sa i përket këshillimit, nevojave, thithjes problematikave të njerëzve, çdo njësi administrative i Bashkisë Shkodër ka specialistin e vet, agronom, i cili përthith mendimet e fermerëve, sugjerimet e tyre çdo gjë, por në lidhje me sugjerimet, Bashkia e Shkodër edhe Drejtoria e Bujqësisë organizon një gjesa publike. Prezanton planet që ka ndërmend bashkia edhe sugjerimet, merret përthith sugjerimet e popullit, ku mendojnë për ndërhy, ku është më domosdoshme ndërhymje. Sa aktiv dhe të interesuar janë njerëzit në këto gjesa? Sa probleme paraqiten dhe si merren për t'u zbatuar? Atëherë njerëzit janë mjaft aktiv. Të them të drejtën, për ditë më atëherë është rritje e ndërgjegjësimi në tyne, se në gjesat nuk është se kanë filluar sot në gjesat publike, por kanë qysh vitet e para të këto 3 vitet kanë filluar edhe kanë pa, domethënë edhe banorët e kanë pa se ne kena përthith në gjesa tjera publike mendimet, edhe kena vënë zbatim. Ku e kena pa, domethënë që ato janë të realizueshme, edhe tamam shërbejnë, për aty i kena vënë zbatim. Duke artu vënë zbatim ato mendimet, sugjerimet e tyne, edhe ata kanë fillu ma tepër pjesëmarrjen, se pjesëmarrjen shumë arrit, shumë mjaft arrit edhe arsyetimi edhe mendimi krejt konstruktiv i tyne. Po, zoti Alban, ju më herët thatë që në njësi të ndryshme administrative keni specialistët tuaj. Në fakt, fshati është prodhim, është prodhim bujqësor, është prodhim blegtoral. Sa i pranishëm është mendimi i specialistit, nevoja për të, në fakt, çfarë ndodh me prodhimet? Domethënë kanë një standard, janë larguar pak jashtë standardit, apo shikohen, sepse natyrisht për prodhimet e fshatit kemi nevojë të gjithë dhe kemi nevojë për prodhime cilësore. Nuk e di cili është mendimi juaj. Atëherë ka e diçka. Shkodra ose bujqësia e Bashkisë Shkodër është përqendruar në furnizimin e nevojave të tregut lokal. Ne nuk kemi bujqësi që është domethënë me drejtim si është lushnja për eksport, për import ose për tregjet markomtare. Bujqësia e Bashkisë Shkodër për tregun është për tregun vemas, rajonal, për nevojat e qytetit aty. Por edhe nga vëzhgimet tona ashtu, jo pse do na me nxjerrët lokalistin e diçka, po janë prodhimet e venase të Shkodrës janë jashtëzakonisht më cilësore se prodhimet që vinë. Pse prodhohen në një masë të vogël, edhe cilësia atyne është mjaft më mirë se prodhimet, po do të thash edhe herë të bëj reklamë, se prodhimet që vinë nga zonat tjera. Ka abuzim do të thonë. Jashtëzakonisht, shumë më pak. Është shumë më cilësore. Megjithatë, abuzimi ekziston? Nuk mund të thuhet abuzim, nuk është abuzim, nuk është abuzim, domethënë, po janë cilësore, mjaft cilësore. Jashtëzakonisht cilësore. Nuk mund të thojmë se janë bio. Nuk mund të thojmë se bio janë mjaft, por janë, domethënë, përdorimi i pesticideve, herbicideve është shumë më i kufizuar se në fermat e mëdha, siç janë. Në fakt, si mendoni ju, a ndihet nevoja që specialistë të rinj, gjenerata të reja të furnizojnë zonat tona rurale? Cili është mendimi juaj, qoftë edhe jo vetëm për të sotmen, por edhe për perspektivën e afërt apo të largët? Të them të drejtën,
këtu unë do i kisha bërë thirrje të gjithë të rive që është bile përkonon me këtë sezonin e provimeve të maturantave. Kisha bërë thirrje që agronomia është një degë, unë jam vetë, domethënë që kam ikë në gjimnazi, kam marru agronomin, edhe agronomia është një degë e bukur, e jashtëzakonshme, edhe tregu i punës është i garantuar për agronomët. Pse specialista nuk ka rreth 25 vite që nuk dalin më specialista agronom nga universiteti. Nevoja është e jashtëzakonshme, se bujqësia është pjesa më e madhe, është gjë etike, edhe si zanat është, prandaj unë kisha gjetë atë që millon drejtimin për agronomi, specialista ka nevojë jashtëzakonisht për agronomi. Ndërkohë, të njëjtin mendim keni edhe për plektarinë, apo jo? Po, por aty në veterinari sikur edhe shkojnë. Është një lanë më e prekshme, një fushë më e prekshme edhe shkojnë aty. Ka specialista veterinar, kurse specialista agronom janë drejt zhdukjes. Nuk ka, kanë vetë mjaft pak. Gjithsesi është një mesazh në këtë fund viti shkollor apo në pritshmëri të ardhshme, përderisa tregu është i punës është i garantuar. Është i mirë. Mirë, meqenëse se prekëm disa nga problemet që lidhen me mirë administrimin e tokës apo të kanaleve kulluese dhe vadice. Një problem shumë i madh, ose më mirë të themi një fushë mjaft e madhe veprimi e drejtorisë suaj është trajtimi i AMTP-ve, më falni, ose zbatimi të ligjshmërisë së pronësisë ligjit 7501. Në fakt, çfarë gjet? Atëherë si thash, unë që e preka atë zhvillimi bujqësor, që thash tregu ai destinuar vetëm për tregun lokal. Pse? Se është toka shumë e parcelizuar. Një nga shkaqet kryesore është se toka është e fragmentarizuar jashtëzakonisht shumë. Një familje bujqësore e cila mund të jenë pajisë me tokë, mund ta ketë edhe të ndamë në 4-5 vendodhje atë pasuri, gjë që e bën të vështirë punimin e saj, mekanikën, vjetshmërinë, rrit kostot. Janë shumë gjëra, domethënë, që lidhen me këtë fragmentarizim të tokës, që thojmë. Atëherë kjo plotësimi i dokumentacionit edhe pajisja me certifikat pronësie të fermerëve është mjaft e rëndësishme. Është mjaft e rëndësishme se e para punës në lidhje me këtë krijon atë edhe tregun e tokës. Po. Krijon tregun e tokës, që ai që ndoshta nuk e përdor tokën, edhe ai tjetër që realisht punën me bujqësi, kërkon të blej, pavarësisht se mund ta marrim me qira, por kërkon të marrim një pronë, ta ketë një pronë tijen, gjithashtu mund ta lajnë edhe në skema të ndryshme, që përdoren skema kombëtare, edhe kërkohen dokumentet e pronësisë. Në fakt, çfarë gjet? Ka shumë probleme. Problematikat janë të mëdha. Janë problematikat të trashëguara. Tash 20 sa vjet në Bashkia Shkodër me një VKM e cila ka dalë tërë fundi procedon me fermerët për orientimin, plotësimin dokumentacioneve të ndryshme dhe i përcjell për hipotekë. Hipoteka është institucioni i cili bën certifikimin e pronave, por problematikat janë se dihet në atë periudhë si janë plotësuar ata AMTP, nuk korrespondojnë, është edhe një hartat për shembull nuk përkojnë në shumë raste, nuk përkojnë me pozicionimin e pasunive ku janë hartat. Në fakt, cili është roli juaj në këtë? Bashkia Shkodër në këtë me zbatim të një VKM-s, siç e them një 994, bën verifikimin e dokumentacionit, një verifikim para dokumentacionit dhe për sjelljen e tyne drejt hipotekës, sipas aplikimit se Bashkia Shkodër dihet në çdo njësi administrative ka zyrat me inales. Edhe fermerët atje aplikojnë për një pajisje me certifikat, me aktin e marrjes tokës në pronësi,
bashkangjitur në plan vlevimet, një certifikat të gjendjes familjare të mëdha të njëshit. Këto janë 3 dokumente të cilat kërkohen. Atëherë nga zonat, nga zyrat tona si njësi, si në Bashkinë Qendër, ky kontrollohet ky dokumentacion për saktësinë e tij, për shumë gjëra tjera, edhe përcjellet në zyrën e regjistrimit pasunive të paluajshme në Shkodër, ku edhe është organi kompetent që ka në dorë certifikimin e... Si është bashkëpunimi juaj me këto organe të tjera që lidhen me problemin e pronësisë së tokës? Bashkëpunimi është i kënaqshëm me zyrën e regjistrimit, me në Damtin, Drejtorinë e Administrimit të Mbrojtjes Tokës në Qerk, nga korrespondencat që kena, por prapë problematikat vazhdojnë të meten të mëdha. Vazhdojnë të meten të mëdha problematika. Zgjidhen me gjyqje apo mbeten pasohen vit pas viti? Ata Jo, ato nuk ka pse të zgjidhen me gjyqje, janë rastet të veçanta ata që mund zgjidhen me gjyqje, por besoj me daljen e disa VKM-ve të tjera që priten të dalin në shtator, kjo procedurë do bëhet shumë më lehtë. Si mendoni, sa përqindje e këtyre, po e them, problemeve ose verifikimit të titujve të pronësisë janë realizuar tashmë dhe çfarë pjesë ka mbetur pak e turpullt? Është më shumë ndoshta kjo pjesa tjetër, a? Normalisht mangësi është shumë kjo. Domethënë ka met pjesa më e turpullt, siç mund ta ashtu ka met pjesa më e turpullt e AMTP-ve, por edhe mangësinë në dokumentacion me çfarë shohim janë të jashtëzakonshme, jo nga ana e bashkisë, por atje hartat nuk, si thash, hartat e ZRPP-s janë pasakta, nuk janë një lloj me terrenin kur janë bë afishimet në atë kohë, ka problematika të ndryshme që një tokë që posedon e ka ashtë realisht e dikujt tjetër, edhe me AMTP figuron në emër të e afishuar në emër të personit tjetër. Janë mjaft problematika teknike të cilat kanë ardhur nga periudha e afishimeve që janë bën nga firmat private në atë kohë për llogari të ZRPP-s. Janë shumë problematika të mëdha. Por këtu është vlen të përmendet i diçka tjetër në lidhje përsëri me AMTP-t. Unë do përfitosha nga rasti t'i bëj thirrje që për plotësimin të gjitha familjet të cilat plotësojnë kriteret e një ligjit që i thojmë ne 171 të aplikojnë pjesërisht normarive bujqësore, por edhe jo, edhe të kooperativave mundën të aplikojnë, aja nuk ka afat pjesa e plotësimit të akteve të kooperativave, mund të aplikojnë pranë Bashkisë Shkodër për pajisjen me aktin e marrjes tokës në pronësi, se afati është deri në fund të këtij viti. Pra është një mesazh juaj, një thirrje që ju bëni. Mirë, Alban, cilën quani sfidë tuaj? Sfidë të punës, natyrisht. Atë që përpiqeni çdo ditë, përpiqeni ta kryeni, natyrisht me ato luhatjet dhe pengesat që dalin rrugës, por që gjithsesi mundoni që ta kaloni. Atëherë sfida normalisht për çdo njësi, për çdo bashki si Bashkia e Shkodrës, domethënë sfida është rritja e përmirësimit të gjendjes ekonomike të fermerëve. Kjo është kryesorja. Mirë, po kjo vjen duke rrit gjendjen ekonomike, përmirësimi i gjendjes ekonomike, vjen duke vënë punë mjaft instrumenta. Ndër to është edhe bujqësia. Atëherë gjërat më domosdoshme të bujqësisë janë sfidë, domethënë rritja e prodhimtarisë, rritja e gjendjes ekonomike nga pjesa e bujqësisë vjen nga rritja e rendimenteve edhe prodhimtarisë në bujqësi. Është një problem kompleks. Atëherë këtu është ndikimi është kanalet kulluese dhe vaditëse që të bëjmë edhe herë ta kthejmë domethënë gjithë tokën, ta bëjmë gjithë tokën e punueshme të kullueshme edhe të rrisim cilësinë e tokës, bonitetin, edhe ta vadisim gjithë tokën në kohë edhe me efekt. Po ashtu edhe pajisja ose
përfundimi i procesit të certifikimit njerëzve, e cila nuk bëhet nga ne siç thash, është një kompleks zinxhir. A kompleks zinxhir që futat shitblerjen edhe të pronës edhe rrit vlerën. Në fakt për mua, shpresoj edhe për dëgjuesit, ishte një bisedë mjaft informuese, një pasqyrë mjaft e qartë e punës, por edhe e atyre pikësynimeve, planeve që ju po realizoni, projekteve që ju keni, jo vetëm në sirtar, po mbi tavolinën tuaj për t'i realizuar, që t'i shërbeni njerëzve dhe të jeni pranë tyre. Unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë që erdhët sot në studio. Natyrisht me problemet e bujqësisë jemi të ndjeshëm dhe mbase kjo ftesë do vijojë me të tjera për problemet të tjera, për çështje të tjera që lidhen me situata të ndryshme për gjatë gjithë vitit, madje edhe për realizimin e projekteve që ju tashmë e keni futur në zbatim. Faleminderit shumë. Faleminderit.